Një incident i rëndë është regjistruar në institucionin e ekzekutimit të vendimeve penale në Reç, ku dy të paraburgosur me inicialet AG dhe FD kanë ushtruar dhunë ndaj një punonjësi të policisë së Burgjeve, duke kundërshtuar me forcë autoritetin dhe duke shkaktuar dëme materiale në ambientet e institucionit. Sipas burimeve zyrtare, reagimi i strukturave përgjegjëse ka qenë i menjëhershëm. Drejtues të lartë të Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve kanë bërritur në vendngjarje dhe kanë ndjekur nga afër menaxhimin e situatës, ndërsa forcat e sigurisë kanë ndërhyrë për të neutralizuar çdo rrezik të mundshëm. Punonjësi dëmtuar ka marrë ndihmën mjekësore të nevojshme dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Ndaj dy të paraburgosurve janë marrë masa të menjëhershme disiplinore dhe ligjore. Ata janë vendosur në regjim të veçantë izolimi për një periudhë 3 mujore, ndërkohë që ndaj tyre ka nisur procedimi penal për 3 vepra penale në bashkëpunim me Shërbimin e Kontrollit të Brendshëm të Burgjeve. Gjithashtu është vendosur transferimi i tyre në një institucion të sigurisë së lartë. Autoritetet kanë theksuar se çdo akt dëdhune ndaj punonjësve të sigurisë do të ndërshkohet me forcë maksimale të ligjit,